Në Gjirokastër ka nisur kampi i restaurimit të banesave monument kulture me pjesëmarrjen e rreth 120 studentëve të arkitekturës nga Shqipëria. Ata vlerësojnë këtë eksperiencë dhe shprehen se kjo praktik ju shërben për të zbatuar në terren njohuritë e marra. Ky monument është hamami i Gjirokastrës, është një monument goxha i vjetër, i cili ka një rëndësi shumë të veçantë, pasi kjo përfaqëson shumë mirë arkitekturën e zonës dhe ne këtu do të zhvillojmë rilevimin e saj. Kjo është një eksperiencë shumë e veçantë për ne, sepse këto na mësojnë shumë për praktikën në terren. Këto janë disa banesa komplekse të cilat ne na mësojnë më tepër për fushën tonë. Edhe ne kemi pas fatin për të rilevuar dhe për të kryer një plan restaurimi për hamamin, i cili është një projekt që nuk është se gjendet shpesh, edhe do jetë një projekt që do na ndihmojë për të zhvilluar edhe në karrierën tonë. Për shkak të elementeve që ka, është një nga ndërtesat e pakta, le të themi, janë vetëm 3 në vendin tonë që kanë ngelur të kësaj tipologjie, kështu që unë mendoj që kjo eksperiencë sot do na ndihmojë shumë ne në karrierën tonë, pasi nuk besoj se do të kemi përsëri një mundësi të tillë dhe gjithashtu mendoj se mund të japim vërtet një vlerë shumë të madhe ose një ndihmë shumë të madhe për Gjirokastrën me projektet që mund të sjellim për restaurimin e kësaj ndërtese. Kampi është pjesë e praktikës mësimore të arkitektëve të rinj, por pritet të sjellë rezultate të rëndësishme për sa i përket rivelimit të banesave, monument kulture të kategorisë së parë dhe të dytë në rrezik shembjeje. Njihen me banesa të reja çdo vit, banesa tradicionale gjirokastrite dhe gjithashtu gjatë punës së tyre përdorin edhe mjetet më të sofistikuara, le të themi teknologjike, dron, skaner, krahas atyre tradicionale që janë gjithmonë mjetet që kanë gjithmonë me vete. Gjithashtu e gjithë kjo eksperiencë mbyllet dhe me një botim për banesa gjirokastrite me studentët dhe me universitetin nga i cili vinë. Midis objekteve është dhe kompleksi i hamamit, krojet dhe xhamia, domethënë ku do trajtohen të plota. Normalisht hamami është një ushtrim i vështirë për studentët, i bukur nga ana estetike dhe nga ana gjeometrike ka shumë, po themi, element, siç janë kupolat apo nxjerrja e strukturës, format komplekse apo dhe zgjidhja funksionale që është dhënë në periudhën që është projektuar. Dhe studentët janë të motivuar, e dinë vështirësinë e projektit që u ka rënë. Kampi i restaurimit në Gjirokastër nuk është vetëm një praktikë mësimore për studentët e arkitekturës, por edhe një kontribut i çmuar në ruajtjen dhe dokumentimin e trashëgimisë son kulturore.